Talenti shqiptar i ekipit Southest, Eugert Zhupa, ka vullosur fitoren e tij në kampionatin shqiptar të ciklizmit, duke u shpallur fituesi kategorisë elit për të dyja disiplinat, kronometrin individual dhe garën e rezistencës. Pas një gare tepër të forte të rënduar dhe nga temperaturat e larta, Zhupa ka arritur të lërë pas në sprintin final dy rivalet kryesor të tij, Ilirian Nikaj dhe Redi Halilaj, që bashkë me Zhupën garojnë në Itali. Ky rezultat nuk ka gëzuar Nikajn, që nuk ka denjuar as të ngjitet në podium për të marrë medaljen, me pretendimin se fituesi i garës i kishte zënë rrugën, pretendim ky i hedhur poshtë nga gjyqtarët. Pas këtij rebelimi të ciklistit, me shumë gjas pritet edhe një përjashtim i tij nga federata, që edhe më herët e ka paralajmëruar për gjeste antisportive. Dhe një vërejtje me paralajmërim ka i ciklisti që ka në Italia, Elian Nika. Ai sportist i ka marrë një vit rresht e ka marrë ai. Atë që nuk e ka merituar, dhe këtu ka rregulla. Një performancë shumë pozitive dha dhe ekipi shkodran, që arriti të fitonte vendin e parë dhe të tretë në disiplinën e kronometrit individual për moshat 14 deri në 16 vjeç, ku në krye u rendit ciklisti Bruno Kola, i cili arriti të fitojë edhe në garën e rezistencës kundrejt shokut të skuadrës Sokol Murana dhe firakut Amarildo Goga. Gara të rinjve u fitua nga ciklisti Glidi Jaku, i cili ka garuar me veten pasi nuk ka ndier shqetësimin e konkurrentëve. Me kampion kombëtar për moshën deri 18 vjeç, u shpall ciklisti Glidi Jaku i ekipit Romagnolo. Kampionati kombëtar i ciklizmit pason rrethin e 73 ciklistik të Shqipërisë, të zhvilluar në datat 14 deri në 19 qershor.